Stuhi ciklonare në Shqipëri, paralajmërimi meteorologëve, rreshje dhe shtëngataja, cilat zona rrezikojnë dhe përmbytje. Sinoptikanët kanë dhënë detaj mbi parashikimin e motit për ditët në vijim, duke theksuar ndryshime atmosferike që priten dhe në zonat që do preken nga rreshjet dhe zonat që do të preken nga rreshjet me intensitet të lartë. Parametri i temperaturave gjatë gjithë këtyre ditëve nuk ka qenë problematik. Kemi pasur temperatura tipike vjeshte me një maksimum 24-25 gradë Celsius. Ajo që duhet theksojmë është që duke nisur që nga dita e sotme, në mbrëmje dhe gjatë natës e në vijim do të kemi një ndryshim të situatës atmosferike përsa i përket motit. Janë dy stuhi ciklonare të cilat prej shumë ditësh kanë qenë në brigjet e Spanjës dhe po zhvendosen drejt Italisë, duke bërë që Sardenja dhe Siciliat përjetojnë këtë stuhi me era të forta dhe rreshje. Gradualisht kjo stuhi do të prek edhe pjesën më të madhe të Ballkanit. Edhe pse Shqipëria do të jetë në periferi të kësaj stuhie, parashikohet që dita e njëjtë dhe dita e premte të kenë rreshje me intensitet të lartë. Do të jenë disa zona të cilat do të kenë më shumë rreshje, siç janë Vlora, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, i gjithë qarku i Korçës, ku do të ketë shira me intensitet të lartë përgjatë këtyre ditëve. Në disa zona të caktuara rrezikohet edhe për përmbytje. Më pak rreshje do të kenë zonat veriore, shprehen meteorologët.